Në zemër të çarqisë së Shkupit, përtej gurëve të vjetër dhe rrugicave me histori, po mbizotërojnë idete të rinjve që kanë vendosur të japin një frymë moderne traditës, biznese të reja, lokale me stil unik dhe shumë pasion, një mozaik ku modernia ndërlidhet me tradicionalen. Disa prej këtyre të rinjve ndanë me televizionin shenja rrugëtimin e tyre, nga ideja fillestare deri tek hapja e lokalit, sfidat që përballuan, mbështetjen që morën dhe veçantitë që përpiqen të sjellin çdo ditë. Pronari i kafes Sherry, Omer tregoi se kjo rrugic më parë ka qenë mbushur me zanatlinj dhe se prindi i tij posedonte një lokal. Në ndërkohë, në momentet që artizanatet filluan që të shuhen, ai theksoi se filloi krijimi i lokaleve, e aq më shumë një mundësi për të ndërmarrë një përgjegjësi, pasi që, siç tha ai, dëshira për të punuar që në rini ka qenë gjithmonë prezente për të. Matoshi tha se lokali i tij frekuentohet më së shumti nga grup mosha të reja, nga ku vlerëson se i tërheqi dekori dhe pijet speciale që ata kanë. Na në këtë lokal jena shumë mote, këtu prindi jem ka punu me zanat, u kanë me papuqe dhe kjo lagje u kanë ketë me zanatli. Edhe me ko nisi zanati mu hupa, edhe kjo ma halë nisi mës me kanë e lëvis, shme heq. Edhe kadal mas një kohen nisën mu hapë lokalet reja, ketë me kafiqa. Edhe lindi ideja për derisa ka mundësin, pse mës me reziku edhe one me provue me këqyrë që shpom hejtë. Edhe nisëm mora guximin, nisëm me punua, edhe besoj që të hejtë tash për momentin shumë mirë. Në fillim kur mora me guximin me thanën për që du me qej lokalin tem, printe mi, familjarët e mi më kanë mbështet, se prej shumë i ri ku më dash me provua me punu për vete, jo me mu kanë punëtor për tjetër kanë. Këtu klienta kemi shumë rini dhe mas shumë të që u ka pëlqyje klientëve, është hana mas që e kena, ju ka pëlqy shumë, edhe kafet që i bojna specialitetet e tona. E di që është tepër shumë zërë, ama javlen me marrë guximin edhe me riziku me provu se cili me arritit që ka njëtë më shumë se sa që e ka. Në ndërkohë, pronari i kafes Monfrer, Argjend Memishi, tha se kanë qenë në dieni të asaj rrugice motikohë dhe se kanë parë potencial aty për ta kthyer një objekt në atë vend në një kafe atraktive. Memishi theksoi se prioritet për ta janë klientët dhe beson se një ndër arsyet e suksesit të tij është të përkujdesi dhe shërbimi ndaj tyre dhe risit që ata sjellin. Ndërkaq, ai përcjell një mesazh kundrejt të gjithë atyre që duan të ndërmarrin hapa për të hapur bizneset e tyre, por nuk kanë guxim të mjaftueshëm. Ai tha se pavarësisht të gjithave, le të rrezikojnë, sepse me punë dhe për kushtim arrihet gjithçka. Ideja ka qenë aty, do me thonë se ne kena punu këtë punë ka motiko, edhe këtë rrugë e kena ditën, kërë kena pas që ka pas potencial se në lokali, lokacioni, kena marrë një hapë për me bërë diçka më interesant, e pre aty do me thonë ka lindin ideja e kafës. Realizimi i idejës ka pas punë normal, sakrifica, punë gjitha, tash që ka pas ato na shkallë, merë, ma poshtë, merë, ma nalë, dhe sa të më ri këtu, po ka ardi qysh, është ba, normal me punë, me përkushtem, me gjitha. Mbështetjen kryesore kena pas familjen, shoqni, a prej rrethinës kena pas mbështetje, po jo që na u ka desht, qata, kena pas mbështetjen e duhur për njerëzit duhur, dhe marrë prej këshqive rrethina kanë shumë të knatë, super, qaja. Kisha thonë shërbimi që i bojnë edhe klientëve, se prioriteti unë kryesore çdo mushteri, çdo klient që vjen këtu, tjetë i knaqë, asnjë anë mos me dali pa kënaqur. Pastaj kena disa kafe speciale, koktejla që i kena bën ne, kena ardhur me një farrisie këtu, çaja besa. Vështirësi ka në çdo sen, po kisha thonë ajdin s'kish ka hub diçysh, rreziko. S'ka, me përkushtim me gjithçka e arrinës. Edhe pse e huaj dhe në moshë të re, prej Bodrumit në Maqedoninë e Veriut, Elif Ullaj ka gjetur mbështetje për t'i ndjekur ëndrat e saj tek kafeja Rattle Chirp me pronaren zonjan Ozlem Symbyl, për të cilën tha se e konsideron si motor dhe arrin që të koordinohen për gjithçka, që të arrin për t'i dhënë ngjyrë dhe gjallëri kafes në atë zonë, edhe krahas vështirësive që hasin me lejet e qëndrimit dhe gjuhën. Krahas punës, ajo vazhdon edhe studimet, një histori frymëzuese që tregon se gjithçka është e mundur kur ka vullnet. Benim adım Elif Ulay. Unë jam Elif Ulay, vi nga Turqia. Jam 18 vjeçare, kam ardhur bashkë me familjen.
Te kjo kafeteri punoj me motrën Özlem. Tani do të bëj studime, po edhe punoj këtu, nuk është e vështirë. I bëj oraret e duhura dhe nuk kemi probleme as me zonjën Özlem. Pronarja e kafes, do me thënë konsultojme me të dhe gjithçka rregullohet. Kemi të drejt vetëm 90 ditë të qëndrojmë. Ajo është pak e vështirë, por me punën nuk kam probleme ose vështirësi. Idet ose dekorimet e kafeterisë i vendos më së shumti motra Özlem, do me thënë ajo vendos në fund, por na pyet, merr ideja edhe prej neve se si do të dukej ky dekori këtu, ose si ta bëj me muret. Mundohemi t'i bëjmë të gjitha gjërat bashk. Punojmë 2 vajza turke edhe 1 shqiptar. Klientët më së shumti vinë edhe prej vendit, por më shumë turist. Disa ditë më parë kemi pasur një kliente nga Kolombia, por kemi edhe shumë student turk, por ndryshojnë. Kemi probleme të gjuhës, por përsëri kuptohemi disi. Në një kohë kur shumë të rinj përballen me pasiguri për të ardhmen, këta të rinj në zemër të çarshis së Shkupit janë një shembull për të treguar se si guximi, kreativiteti dhe dashuria për punën mund të krijojnë hapësira që i japin jetë qytetit dhe shpresë brezave të rinj. Ata nuk kanë ndërtuar vetëm biznese, por kanë rikthyer edhe shpirtin e një lagjeje që dikur njihej për mjeshtërinë e saj. Me përkushtim dhe ide të freskëta, tregojnë se tradita dhe moderniteti mund të ecin bashk, nëse ka vullnet dhe vizion.